Në Kalan e Ulqinit, nxënësit e shkollës së mesme profesionale të tekstilit nga Tetova prezantuan sfilatën Identiteti i Gdhendur, e para që u paraqiti jashtë vendit me veshje të punuara me dorë nga vetë ata, secili përfaqësonte një figurë apo ngjarje të rëndësishme historike. U paraqita me veshjen e fanolit të rilindasve, ku në pjesën e veshjes kemi punuar me materiale bazë. Në punimet e veshjeve kemi përdorur qëndisje, teknikat e shtampimit të fotografive, si dhe ngjyrosje. Unë në këtë që jam paraqit me veshjen e 6 fishtës, të cilën se ne pa marrë parasysh fen krishter apo musliman, ne jemi të gjithë shqiptar. Kena përdor vizatimin, portretet me vizatime thjeshta, kena përdor qëndisje, ngjyrosje. Unë jam paraqitur me rilindesin Konstantin Kristoforidi. Procedura mund të kishte zgjatur deri më një javë. Alfabetin e parë në shqip, që ka bërë Naum Veçil Haxhi, që quhet avatar, për shembull kjo, dhe kemi bërë shtampimin e shkronjave në shkronjave të vjetra. Ishin rreth 15 nxënës të viteve të treta dhe të katërta që me punën e tyre bën krenarë dhe profesorë që i mbështesnin në sfilatën e ndarë në 2 pjesë. Pjesa e parë është rilindasit tanë shqiptar dhe pjesa e dytë është pjesa tradicionale që i bashkon gjitha troja shqiptare. Me thënë tradicionalja e modernizuar. Frymëzim dhe kreativitet kanë sjellë në jetë figura të ndritura të rilindjes shqiptare përmes veshjeve artistike. Secili element, secili detaj është një homazh për idealin, qëndresën dhe vizionin e rilindasve tanë. Drejtori i shkollës e cilësoi sfilatën si një projekt edukativ, kulturor dhe artistik me misionin për ta prezantuar shkollën Gjoce Stojqeski për te kufive. Pos qytete të ndryshme përjetare në Shqipëri vizitojnë, ne kemi analizuar që do të bëhet një përkraje për qytetin e Ulqinit. Duke ditë që qyteti i Ulqinit ka vende shumë të bukura, konkretisht siç është Kalaja e Ulqinit dhe konfiguracioni i terrenit në të cilën ne kemi analizuar me profesorët që do ta përgatitin sfilatën dhe kemi ardhur në përfundim se Ulqini konkretisht Kalaja e Ulqinit është shumë e kapshme që të bëhet një sfilatë. Projekti u mbështet edhe nga Komuna e Tetovës, nga ku drejtori i sektorit për arsim Nazim Dauti u shpreh se nuk do të përfundojnë këtu përpjekjet për të ndihmuar shkollat në aktivitete të këtilla.